tash e 9 muaj, apo më tepër se 9 muaj, partitë opozitare bashkë me listën serbe janë barrikaduar kundër Albin Kurtit. Pra qëllimi i vetëm i tyre është shndruar kundërshtimin ndaj Albin Kurtit pa pasur as alternativë, por edhe duke lënë çdo interes shtetëror e interesat e qytetarëve anash. Pra, edhe pse seanca realisht ishte për të votuar mandatarin Glauko Njufca për kryeministër, ju e patë që të gjitha fjalimet e përfaqësuesve të grupeve parlamentare opozitare ishin kundër Albin Kurtit. Domethënë, këta janë gjendje me i lanë edhe 700 punëtor të RTK-s pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 85.000 shërbys publik pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 400.000 fëmijë pa shtesat fëmijëve dhe 300.000 pensionistë pa pensione, vetëm që mos rastësisht dikush po ja le fajin Albin Kurtit e që këta pastaj me dalë edhe me kritiku Albin Kurtin. Domethënë, këtu ka ardhur situata. Pra është një opozit e përbashkuar në një qëllim të vetëm, jo për mirëqenie të qytetarëve, jo për përparim të vendit, jo për zhvillim të vendit, por vetëm në kundërshtimin e tyre ndaj Albin